Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kuron reumatizmën dhe artritin. Kjo është perimja që të gjithë e keni në shtëpi, por nuk i dini vlerat. A mund ta imagjinoni dot se qepa mund t'ju mbrojë nga sëmundjet e zemrës, si dhe nga problemet të tjera të shëndetit, të pasur me komponent kimik si squfuri, të cilat i kthejnë ato në perimet e fundit detoksifikuese dhe me shumë veti antibakteriale dhe antimikrobike. Qepët, të freskëta ose të gjalla, nuk duhet të mungojnë në një dietë të shëndetshme. Në veçanti, qepa e kombinuar me shafranin e Indis parandalon shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë, sipas volontimit të publikuar në Clinical Gastroenterology and Hepatology. Gjithashtu, u konsiderua se konsumi i rregullt i qepës largon qelizat të dëmshme dhe quercetina që përmban qepa redukton presionin e gjakut dhe ngushtimin e arterieve, duke mbajtur zemrën e shëndetshme për shumë vite. Qepët ulin nivelin e glukozës në gjak, gjë që i bën ato leate të fundit kundër diabetit, pasi kanë në veti të mira antiinflamatore, parandalojnë shfaqjen e astmës dhe gjithashtu ofrojnë përfitime shumë të mira edhe në shëndetin tuaj të nyjeve. Qepët janë një zgjidhje fantastike për dietat tuaja dhe përfshirja e tyre vazhdimisht në ushqimet tuaja të përgjithshme do të ndihmojë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të trupit. Qepa është shumë e pasur me oligoelement si sulfuri, potasiumi, magneziumi, flori, kalciumi, fosfori dhe vitamina. Enzimat aktive të qepa kanë në veti diuretike, purifikuese, tonifikuese për aparatin tretës. Normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Lëngu i qepës me pak mjalt është një mënyrë ideale kundër infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes, citon Healthline. Ju mund të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje të fytit. Qepa përmban sulfur. Ky i fundit nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokut dhe pastron grykën dhe aknet. Qepët njihen gjithashtu si një afrodiziak shumë aktiv. Është e rëndësishme për sistemin kardiovaskular. Substancat e squfurit parandalojnë trashjen e gjakut dhe formimin e trompeve. Në këtë video do të njiheni me përdorimet e reja të qepës si jashtë dhe brenda kuzhinës. Ajo lehtëson dhimbjet e veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qepë, e mbani gjatë gjithë natës në brendësi të veshit dhe ka veti antiinflamatore dhe antibakteriale të qepës që do të parandalojnë edhe infeksionin. Ajo shëron djegjet e shkaktuara në kuzhinë dhe djegjet nga dielli. Qepa do të lehtësojë dhimbjet në çast dhe do të përshpejtojë procesin e shërimit pa lënë shenja derisa të shkoni tek mjeku për të marrë trajtimin përfundimtar. Ajo do të zbejë edhe shenjat e plagëve. Nëse ju ndodh që të digjni duke nxjerrë tavën nga soba ose duke gatuar në tigan, mjafton të mbuloni zonën e prekur me qepë dhe jo vetëm që nuk do të përkeqësohet, por plaga do të shërohet brenda ditës. Konsumi i qepëve ndikon pozitivisht në organizmin tuaj duke ju mbrojtur nga virozat e stinës. Qepët përmbajnë squfur, mineral i cili ka veti antipiksje. Kështu, përbërësit e saj ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombocideve të gjakut, shkaktar kryesor i ataku në zemër. Konsumi i rregullt i qepës mund të ulë kolesterolin në gjak, gjë që është e rëndësishme edhe për zemrën tuaj. Qepa është e mirë për një lëkurë të bukur dhe me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do ta bëjë lëkurën tuaj të jetë e shëndetshme dhe të parandalojë irritimet ose puçrat. Qepa është një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë në uljen e temperaturës. Kjo metodë në dukje si një shpikje nga gjyshet tona është në fakt një trajtim i pranuar edhe nga mjekët. Përpara se të vishni çorape, vendosni 2 feta qep të prera në shputat e këmbës dhe do të shikoni se si do të ulet temperatura në pak minuta. Ajo qetëson lëkurën nga pickimet e grerzave ose insekteve të tjera. Nëse një blet ose një grerzë ju pickon, vetit antiinflamatore të qepës do të parandalojnë edhe reaksionet e mundshme alergjike. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm në përdorimin e kuzhinës. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, ajo cilësohet si një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu. Qepa renditet ndër ushqimet më superiore.
Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe e dobishme në trajtimin e problemeve kronike, siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Ajo ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Kështu përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Kjo perime e veçantë gjithashtu do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë edhe qepën si një mënyrë shumë e mirë për organizmin tuaj. Mënyrat e përdorimit të saj në përdorimet e gatimeve të përditshme do të ndikojnë pozitivisht gjithashtu edhe kundër problemeve të nyjeve. Qepa ka aftësinë të përmirësojë funksionet e nyjeve tuaja dhe të forcojë gjithashtu edhe shëndetin e tyre. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët rekomandojnë një zërje se duhet të konsumoni patjetër një qepë në ditë, duke ditur se ato do të ndikojnë edhe pozitivisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ajo mund të përmirësojë dëndësinë tuaj të kockave. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, disa studime sipas Healthline kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe çdo ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë e kockave me 5% krahasuar me ato që nuk e bëjnë. Ato mund të zvogëlojnë nivelin e kolesterolit dhe ta mbajnë zemrën tuaj më të shëndetshme. Të larta në dhëtie antiinflamatore qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq që është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën e shëndetshme. Ato mund ta bëjnë tretjen më të butë. Qepët janë në përplot me fibër që përshpejtojnë tretjen e duhur në trup. Përveç kësaj, gjithashtu rrisin prodhimin e bakterieve të mira në zor, duke bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Ato zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe rrisin antioksidantët. Qepët përmbajnë 25 lloje të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin. Jo vetëm që antioksidantët e mbajnë larg sëmundje të caktuara, por ato gjithashtu parandalojnë dëmtimin e qelizave. Ato mund të përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin edhe bakteriet e këqija të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu forcojnë dhëmbët tuaj. Ato përmbajnë quercetin, një substancë që i mban sytë edhe më të fortë. Ato ndihmojnë të bëni një gjumë më të mirë të natës. Kërkimet e bëra në Universitetin e Colorado sugjerojnë se konsumi i qepëve mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të pranishme, të cilat promovojnë shëndetin e zorëve dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepët mund të luftojnë plakjen dhe të përmirësojnë lëkurën tuaj. Të pasura me vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E. Qepët mund të ndihmojnë të arrini lëkurë të përsosur me shkëlqim që dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë puçra dhe sipas një studimi, aplikimi i xhelit të qepës në lëkurën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e shenjave të saj. Është e rëndësishme që qepa të përdoret gjithashtu edhe si një zgjidhje shumë e mirë edhe kur ju thumbon bleta. Qepët janë të mira sidomos gjatë verës kur bletët janë aktivizuar dhe sidhen rreth rrotullt të shtëpisë suaj dhe ju thumbojnë. Nëse ju thumbojeni nga bleta, thjesht merrni pjesën e bardhë të qepës dhe vendosni në vendin ku keni thumbin. Do ta shikoni se si vendi i thumbuar nga bleta nuk do të enjte dhe do të lehtësohet më shpejt se zakonisht. Qepët janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë kundër kollës të fortë. Prej qepës mund të përgatisni një shurup efektiv të përzierë me mjaltin dhe kështu do të keni edhe përfitimet e duhura për shëndetin tuaj. Dhe mos nguroni që qepën ta përdorni vazhdimisht në dietat tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e veçantë ushqyese që do të ofrojë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.